Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, sot është data 8, muajshi 5, viti 2026, vit që po e shkeli. Pra, jemi në ditën e parë të vikendit e premte në mbrëmje, para mesnate. Dhe do ndalem pak në fillim që t'ua bëj me dije se diçka nuk po funksionon si duhet me politikë bërësit, qofshin shqiptarë të Vlenit, qofshin të vëmëra dhe pëmënes këtu në qeveri. Mund të ketë 1 muaj, apo 2 muaj, apo 5 muaj deri në 6 muaj më herët, kur kryeministri i Maqedonisë, Mickovski, për çfarë motive ende nuk dihet, por Frçkovski e tha, ai don që të hap edhe një derë fesati me shtetin shqiptar, me Bullgarinë, e ka tash don edhe me Shqipërinë. Okej, por sot e ka demantuar Mickovski vetë bloku Maqedonas në Shqipëri, pra shoqata Ilinden. Ata ja se çfarë thuajnë sot. Pra gjenden para web faqes së tyre Ilinden, Vestnik na Makedonskog društva Ilinden Tirana. Slušaj Mickovski, slušaj Nikolovski, dëgjoj Vlen posaçish Bekim Sali, dhe dëgjoni se çfarë kanë thënë për shtetin shqiptar. Parlamenti Evropian i ka dhënë përkraje të plot ardhmërisë evropiane të Shqipërisë. Parlamenti Evropian i ka dhënë përkraje të plot ardhmërisë evropiane të Shqipërisë, në ndërkohë derisa Komiteti për Punë të Jashtme i shkurtuar AFET e ka përkrahur raportin për zhvillimin e 2 shteteve në proces lidhur me integrimin në BE, pra Malit të Zi dhe Shqipërisë. Në raportin për Shqipërinë, eurodeputetët e kanë lavdruar për kushtimin e shtetit shqiptar dhe Tiranën, lidhur me eurointegrimin dhe përparimin e reformave. Mirë po, ata njëtën kohë ka tërhequr vërejtje se mbeten si probleme serioze, ende provokimet lidhur me sundimin e së drejtës, korrupsionin, polarizimin e politikës dhe kriminalitetin të organizuar. Shqipëria ka për detyrë që ti përfundoj të gjitha këto raporte lidhur me antarësimin deri në fund të vitit 2027, ndërsa eurodeputetët propozuan për kvalitet të reformave, cilat do të jetë çelësi kryesor për rreth dinamikës së antarësimit. Në këtë raport, edhe më tepër theksohet se gjykata shqiptare edhe më tej është e provokuar nga presionet politike, që nënkupton se lufta kundër korrupsionit dhe larjes së parave do duhet të shtohet. Pra, Parlamenti Evropian i ka lavdruar 2 shtetet, Malinë e Zi dhe Shqipërinë, lidhur me atë se si e përkrajnë politikën jashtme të BE-s dhe rolin e tyre në stabilitetin e regionit në Ballkanin Perëndimor. Slušna Mickovski, slušna Nikolovski, slušna Evije Bekim Sali, dëgjove Bekim Sali, dëgjove Vlen. Pra, shumë mërzitishë se Shqipëria ju jeni para shtetit shqiptar. Nuk o besoni, ja dëgjojeni. Pra, dëgjojeni se si Mickovski rrehte gjoks para 6 muajve se çka do të ndodh, pastaj e vazhdoi Nikolovski, edhe më keq e vazhdoi një shqipfolës Bekim Sali. Па видите да ги направиме уставните измени најдобрите. И потоа да добиеме ново вето и повторно нови проблеми. Тоа сигурно ќе добиеме петка и ќе бидеме шампиони, фронтранери. Но од она кое што е таму напишано, јас сум исклучително задоволен, бидејќи нема назадување. Има стагнација во неколку области, знаеме сите, и тоа ние сите го зборуваме, тоа е владењето на правото, борбата против криминалот и корупцијата, и затоа нон-стоп зборувам дека се потребни промени во судскиот совет, во обвинителството и така натаму, и сега веќе по завршувањето на изборите многу посериозно ќе се занимаваме со таа тема, додека пак во сите други области има одреден мал напредок или значителен напредок, така што јас генерално можам да го оценам како добар. Инаку не можам да се сложам со констатацијата дека има некои други земји кои што се пред нас, например ние сме многу пред Албанија, условно казано, дури во 8 области сме пред Албанија, иако не... Ky ishte kryeministri I shtetit të Maqedonisë Mickovski, I cili nuk e di se çfarë ka me shtetin shqiptar. Shteti shqiptar është shtet që nga viti 1912 dhe ky vetëm mund të baj ujë lidhur me shtetësinë dhe si udhëheqjet e shtetësia. Por
Kjo që ka thënë Bashkimi Evropian mbrëm është jo 8-2, por thik dhe si ishte ajo kur ishin fëmijë, zërka ka nati, atë vjen i nati, por i nati do e paguajnë qytetarët. Dhe, dini se çfarë tha Nikolovski para ai që një muaj, po tamam një muaj, me 9:04 prill 2026. Ndëgjani. Во едно интервју пред неколку години, не го променивте се уште мислењето, бидејќи Брисел убедува дека после војната во Украина има нова динамика, има друга геополитичка состојба и дека сакаат Европа да се заокружи како проект. И јас, за жал, сум во право. Велам за жал, затоа што јас и кога ги давав тие предвидувања, не ги давав со цел да нешто лошо се случи, туку да предупредам на време што ќе се случи, затоа што работа на политичарите е да носат одлуки врз основа на информациите кои што ги има, но исто така и да ја информираат јавноста за она што е реалноста и вистината и да на тој начин се прилагодува и јавноста. И јас стојам позади секој збор што сум го кажал. За жал сум во право, велам за жал, јас би сакал и ние и нашите соседи да напредуваме, но тоа не е така. Преговара ги отворија сите поглави, па овие години. Има голема разлика помеѓу преговарање и полноправен член на Европската унија. Најдобра потврда на ова што го говораме е дека пратија едно заедничко писмо премиерот на Албанија и председателот на Србија, во кое што се согласуваат и за било каква форма на соработка и дури и за тоа беа одбиени. Очигледно некој добро ги излажал, им рекол пуштете го ова, па ќе се заврши работата. Реалноста е таа, вистината е таа и од тоа бегање нема. Добро е што ние водиме достоинствена политика, не правиме понижување нити на себе, нити на сопствената нација и држава, да праќаме тој тип на писма или на тој начин да буквално коленичиме, туку достоинствено ја водиме политиката и ставот ни е јасен. Тоа што е до нас го правиме, еве сме во планот за раст, сме далеку пред земјите во регионот, ќе се види во новиот извештај кој што ќе излезе во јуни. Во дел на реформи, значи си го спроведуваме на што од нас се бара, другиот дел едноставно нема што да правиме и јасно е, и мислам дека на мали деца им јасно, дека овдека не е само Софија проблемот, туку Софија е добар изговор за да не се реши проблемот. Po pra, ky e mba veten si unë shumë i menqër, po doli se është blof. Dhe atë dini çfarë blofi. Dhe, për t'ju bashkangjitur këtyre sepse është në qeveri, doli edhe Bekim Sali, është shqipfolës, në qeverinë që përfshin Vlenin. Të ndalem pak më vonë edhe për Vlenin, por të ndëgjojmë. Jemi nga në atë grup, në grupin e shteteve që shtym përpara, hecim përpara, Malizi është numër 1, ne me siguri do t'jemi shteti i dytë dhe 4 tjerë janë mbas nesh. Duke pas parasysh gjitha problemet e mreqme me të cilët ballafaqohet qeveria e Shqipërisë. Po pra, e dëgjuat. Si tha Çobani, nuk e kam për ujqrit që mi prende mi hëngrën dhënd, e kam qente mi pse lehin pas meje. Okej, nuk është okej, por unë vazhdo me te. Pra, gjithandej, materialin lidhur me atë se çfarë ka shkruajtur dhe çfarë ka thënë Bashkimi Evropian, do e keni te telegram.mk dhe originalin nga ajo Slushna Mickovski, i linden, shoqata juaj. Okej, nuk është okej, por unë vazhdojmë më tej. Pra, gjithandej. E dini se në VMR të PMN ka përplasje të mëdhaja? Nuk e dini. Përplasje të mëdhaja ndërmjet klaneve të Kiprin Nikolovski, si nënkretar jo nënkretar, sepse nuk është më nënkretar, në kongres e eliminoi, duke u tremur nga konkurenca, Mickovski, ministri i transportit dhe lidhjes, zëvendëskrimi ministri i parë, me klanin e Mickovskit. Vetëm që nuk janë duke i nxjerrë sy. Hini te telegram.mk dhe do e gjeni. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Dhe. Ka dalër sot atë që ne një kohë të gjatë folim, nga të 2 vite, edhe në telegram edhe në podcast, se Këshilli Rregullator i Energjetikës ka bërë padrejtësi për blok tarifat e rrimës. Këtë e thot edhe sot kryetari i
i KRE-s, Ristofi, i cili thotë, pse të paguhen 4.000 për njëjtin prodhim? Bile unë mbrëm pa ta përmendur se nuk është për të lavdëruar, por djali im është në Zvicër, pra, pasi ma larguan nga Maqedonia, me asnjë vend pune, dhe thot, në Zvicër, këta që argjen më shumë paguajnë pak më lirë. Te ne po ndodhe kundër, këta që argjen më shumë paguajnë 2 fishin e atyre të tjerëve. Okej, nuk është okej, dhe kryetari i KRE-s, pra të regulatorët e energjisë, Aco Ristov, ka thënë se do bëjë çmos që padrejësia e sistemin ekzistues të rregullohet. Unë nuk besoj se do ja dale, është vetëm një kampanjë. Inshallah ja del. Inshallah ja del. Dhe vazhdojmë më tej, pra, vazhdojmë më tej. Jo, do dëgjojmë një herë Mendu Thaçin, i cili foli diçka shumë interesante sonte në televizionet në Kosovë, lidhur me atë se si po zhvillohen disa punë në Maqedoni. Dhe kishte të drejtë. Kishte të drejtë. Dhe Palma. Qytetarëve të lartë, strukturat shtetërore, asnjë s'ka se madh se sa viteve të fundit. Dhe vetëmja ndërhyrje ime ka qenë në ato telefonat që më shihet krejt, është një përplasje deri në fund se janë faktet në komunën e Çajirit, BDI-ja jo që i mushi kutiet, po i qiti fletat, i mushi sa deshti dhe i zet me Sa? për shkak se një kërcënim i bashkësisë ndërkombëtare ndaj tyre. Ka ndodhi me tunelen. Ajo është aprovuar qeveria e Maqedonisë, shkoi Kurti atje në fund shtatorit 2022-s. E ka një ngjarje madhështore të Janë autostrada tjera në Maqedoni, vetëm ato 12 kilometra vetëm. Edhe unë për pjesë ata gjithë, por kur kam qenë unë për çato 18 muaj u bën një autoban edhe për çfarë shkupit e deri në Tetov, 70 km. S'është më rëndësi kohë. Po jo, dhe natyrisht së shpiu barazojmë, se kemi qenë Jo, pushtet. mua sinqerisht nuk dua asnjë ta prek. Më duket kopje e fushatës Vučićit me rrugët të cilët i nxjerr. Dhe unë mendoj se këta spin doktorët vetëm i shtyjnë edhe politikanët shqiptarë që të bëjnë premtime të rrënjshme dhe të arrin të fitojnë të një poen politik. Rruga Pikufinit Kosovës e deri Shkup, që është 16-15 kilometra, ka 2 vite që s'është prek as në centimetër. A dini pse? Për inatit shqiptarëve, për inatit Kosovës, se në fund jem jo kare. Për inati është. Po, shiqare, do t'jap një fakt argument. Se Pikërsove Stru apo nu edhe këto 2 vite, do t'jem korekt. Janë bon. Sa të mjetët. Po, dhe me thonë, bëhet krejt bartja e mjetër dikon tjetër. Po, cili e qëndrimi që moti, unë s'kam qenë edhe për rrugën e kombit. Kosovë Shqipni. Unë mendoj se është e gabuar. Unë mendoj se arterjet kontare të Kosovës e të Shqipnis duhet kalojnë mes për mes Maqedonisë. Unë mendoj se s'ka nevoj njëherë për njëherë për tunelin e Prezenit, po ka nevoj për një autoban pe Prishtine, Shkupi, Tetove, Kërçove, Struge, Shqipni. Dëshira e Maqedonos është që nëpërmjet këtyre rrugëve tjera kolaterale të eliminojnë kosovarët dhe shqiptarët e Shqipnisë që t'jenë pjesë e jetës të shqiptarët e Maqedonisë. Po e mbyllim një fjali. Nëse boni peta ajo, s'kemi më kuptuar. Një fjali, peta ajo që të pompa e benzinit në zonat shqiptarëve kalojnë kosovarë dhe shqiptarë dhe pinë një kafe macchiato dhe zhvillimit biznesit e deri në çështje tjera që kanë të bëjnë me funksionalitetin e një kombi ku rrugët e atij kombi i lidhin vendbanimet më të mëdha të komandet. Së di se ishe i qenë. Fare në fund, 1 minutë të fundit nëse mundim. Me këtu, sa thot në këtë Rubikon sonte, ju vut bukur disa që mund shihen si kushte, thot. Nuk bashkëpunani me BDI-n nëse është aty Ali Ahmeti, e keni absolutisht nuk bashkëpunani me Vlenin dhe e keni shumë problematike bashkëpunani me veprimtarët e PMN.
Një me Ali nuk bashkëpunoj jo për inat, po mendoj se do t'jetë një hap reflektimi që të largohet nga skena politike dhe nëse largohet do t'jetë kontribut të madh në përshpejtimin e procesit politik. 2. Me Vlenin, unë bashkëpunoj për shkak se ata janë për mua, unë folim me Miskosin që aflëve me Vlenin. Unë vjetë kam folë, pa absolutisht, dhe unë nuk kam raportet përkeqësuara individuale me njerëz, as me Miskosin. Unë vjetë kam folë me muj me te, kam pas afertë që t'jem pjesë e qeverisë, dhe takimin e fundit me insistimin tim kam thonë duhet vi këto një njeri i Vlenit, se unë nuk veproj si ata pas shpinë. Ofertën... Ja keni thonë drejt për drejt në Miskosin. Sigurisht edhe i Zeti ka qenë atë. Edhe i Zeti ka qenë takim. Dhe unë mendoj, jo unë, a do të kemë sukses ajo do të shohet, shqiptarët e Macedonisë, pa e kushtëzu funksionalizimin e Macedonisë me disa kërkesa, e kanë të pamundun të ketë shpresa se do të realizojnë të drejtën. Sa punojmë ne ditën, ata janë më të fortë dhe rënojnë natën. Nëse ata i kontrollojnë institucionet, ne edhe çato drejta, se normalisht disa gjëra kanë lëviz, nuk ka qenë krejt zi, edhe në kohën e Budis disa gjëra kanë lëviz, për mua në mënyrë jo të pakënaqshme, ata i rënojnë, dhe ne do të vazhdojmë kemi peng i disponimeve politike momentale të kampeve politike Macedonës. Pse po insistoj tani? Se unë sinqerisht mendoj se tani është momenti se Bashkimi Evropian nuk ka më gatishmëri të tolerancës kësaj politike të Macedonës që ta pegojnë procesin integrues. Po pra, atë që edhe përflitet në qarqe të ndryshme, po të shë e vendëthaqe dhe vendëthaqe po kanë një përparim të jashtëzakonshëm kohëve të fundit. Gjithë e bajnë mend kur ishte PD-shtja në pushtet. Dhe e kërkojnë prapë. Okej, sepse kjo në vazhdim që të dëgjoni nuk do mund të kalonte në kohën e PD-shtës së vendëthaqe dhe Arven Xhaferit. Një Luna Park i ri në Shkup do të kushtoj 10 milion euro. Për një moment. 10 milion euro Luna Park. Dhe a dini çka? Nuk ka nevojë Shkupi sepse pjesa shqiptare këndej me 10 milion euro do ish bë, çfarë do ish bë? Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Dhe në ndërkohë, çfarë ndodh në Maqedoni? Nuk ka ndëshkim për thirrje nacionaliste këtyre ditëve lidhur me klubin e futbollit Vardar. Pas thirrjeve skandaloze për vdekje dhe dhoma gazi për shqiptarët, vetëm 5.000 euro gjop. 5.000 euro gjop. Dhe dini çfarë ndodh te klubi i futbollit Shkëndija? Ndërnohej me kaq 20 ndeshje, 15 ndeshje, 12 ndeshje, mos luaj me qindra mijë euro dënime e kështu me mos luaj në Tetove kështu me radhë. Pra, thirrjet raciste në korr kundër shqiptarëve vazhdojnë. Dhe atë në një ndeshje kot te kot ku s'ka luajtur asnjë ekip shqiptar, klubi i futbollit Vardar dhe klubi i futbollit Tikfesh. Çfarë nuk do gjesh në Maqedoni? Çfarë nuk do gjesh në Maqedoni? Pra, një Luna Park për cilën nuk ka nevojë, qytetarët kanë nevojë për bukë në pjesën tjetër të Sarajit, por atje heshtin. Dhe humori. Nesër do mlidhen në ditën e Evropës dhe në ditën e fitores së fashizmit, këta që deri dje ishin BDI të bëjnë partinë e tyre. Çfarë nuk kanë qenë? Dhe kur gjë nuk kanë treguar. Tash, nga jo se s'mund të bënin vetë asgjë, Izet Mexhiti nuk mundi të bëj as një degë në Tetov, as ngustivar. Mos flasim për Bilalin gjithashtu në qytetet të tjera, jo në Tetov. Pra, po shkrihen në një, sepse ashtu u tha Mickovski, e përshëndet shkrirjen e tyre. Nuk është okej, por unë vazhdoj që ta dëgjojmë se dhe sipas asaj që përflitet do ketë dy kryetar. Nuk është kush e di se çka në një risi kjo, por është risi se të dy janë në shënjestër të ndërtimeve. Edhe Bilal Kasami dhe Izet Mexhiti. Unë nuk e di se si do funksionojë Mickovski me këta të dy para ndërkombëtarëve. Nesër me 9 maj në ditën e Europës Vleni bëhet 1. 5 parti shkrihen në një subjekt vetëm, por 2 emra nuk do të jenë më pjesë e partisë së re, ndonë se mbajnë poste të resoreve deri në rikonstruimin e qeverisë, e ata janë ministri Fatmir Limani dhe zëvendës kryeministri Arben Fetai.
Për njërin nga krerët e Vlenit Izet Mexhiti, kjo nuk përbën asnjë pengesë për bashkim, pasi bëhet fjalë për individ. Ne flasim për subjekte, dhe më thonë nuk ka largim, po ka shkrivje në Vlen. Vleni dhe vetë me një zë, dhe kjo nuk ka të bëjë me individ. Me vetë faktin që Vleni po vendosë edhe një model të ri demokratik këtu me bashkëryetar, që se ka njohë kjo hapësirë, pa e njohin shtetet evropiane, njohin vlerat evropiane. Po Vleni është kongres i bashkimit, kongres i vlerave të reja evropiane, prandaj dhe mbahet me 9 maj, pra nuk është përqendruar te individi. Se çfarë do të bëhet me Limanin dhe Fetajin që s'janë më në Vlen, me sa duket do të dihet më vonë në rikonstruimin e paralajmëruar të qeverisë. Po edhe mund të mos ndodhë rikonstruimi i qeverisë sipas asaj se çfarë po ndodh brenda VMRO-DPM-s, sepse po pati rikonstruim të qeverisë duhet të shkojnë edhe disa njerëz nga VMRO-ja, por edhe disa njerëz nga Znami. Kështu që do ketë të lashe të mëdhaja vetë Mickovski me Nikolovskin për shkak të ndikimeve të grupacioneve të tyre, të shpërndara në për qytetet të ndryshme, të cilët do kërkojnë hise në këtë pushtet. Okej, nuk është okej. Por, atë që e themi ne, dhe që e thot ai vetë, Mickovski që ndron si Sahati Hoxhës, pra Sahati Hoxhës vetëm Hoxhës kur i konvenon është tamam, të tjerëve jo, pra Mickovski thot лесно я рен, читајни. Добар ден, благодарам за присуството. Нас не е многу битно денеска да зборуваме за ова што го гледате позади мене денеска. Тоа е една кампања нова во смисло како нов бран, како дел од лагите на ВМРО-ДПМН. Новата кампања е всушност повторно лага за граѓаните дека ниту Мицковски, ниту ВМРО-ДПМН никогаш досега не рекле дека ќе го поништат Преспанскиот договор, дека ќе го вратат името и никогаш не рекле дека скандирале никогаш Северна. Да видиме дали е тоа така. Има тоа изјавата најнова на пратеникот од ВМРО-ДПМН кој што го тврди обратното од вистината, тоа дека никогаш ниту Мицковски, ниту ВМРО-ДПМН не дало такво ветување. Ајде да го подсетиме Мицковски што кажал. Може би Мицковски да вистина заборавил што кажал дека бил во опозиција. Се случува тоа со оние кои што се нестабилни политичари, кои што кога дојдат на власт имаат комплетна амнезија за тоа што се случува. Се додека сум во ВМРО-ДПМН, Преспанскиот договор нема да биде завршена работа. Кој го каже тоа Мицковски? Ние од СДСМ или ти? Кој го кажа следното? Ќе го менуваме Преспанскиот договор. Тоа дека беше во опозиција. Кој го кажа ова Мицковски? Ако бидам премиер, никош нема да кажам Северна. Ако Po të që e thekson Zhirnovski nga LSDM-ja, vërtet i ka thonë, vërtet nuk ka asnjë, por Aron ka rritur atë kohë dhe tash pushteti është i ëmbël, është çështje tjetër e Mickovskit. Vërtet i ka thonë të gjitha këto Mickovski. Dhe mos u mërzitni, nuk do ndodh qameti nesër, se Vleni u bë një parti, përkundrazi. Shqipërisë që mlidhen ta bëjnë një, se ishin 5 sa asnjë. Të shohim atë që do të marrin 850 delegatë është çështje tjetër. Ti mlidhen krejt mahallat dhe në fund do e vendosin. Por dhe diçka tjetër të varëve të them. Çështja e shkuarjes në punë nga Tetova për Shkup në për qeveri, të varë më vjen shumë keq. Sot më kanë thënë nga Vleni s'ka më. Tetovarën Tetov në qeveri dhe punojnë shkupjanët. Po, punoni dhe kumanëvarët. Punoni. Unë këtu i përshëndes dëgjoni nesër mbrëma. Pra, ishit në podcastin Mesut Shabani, ishit me Mesut Shabani.